njeri me emrin më të poshtrum ditën e gjykimit, ka thënë Muhamedi alayhi salam, është ai njeri i cili e emërton vetveten e tina ose pretendon me emrat e tina që është mbreti i mbretërive, mbreti i mbretëve, domethënë e ka në pushtet gjithë shkafin. Ky, ka thënë Muhamedi alayhi salam, është njeri më i poshtrum ditën e gjykimit. Por këta musliman, sa më i nënshtrum para Allahut azza wa jall është emri qaq më i ngritur në dunja dhe në ahiret. Por që ata, ka thënë Muhamedi alayhi salam, prej emrave më të dashur të Allahu azza wa jall janë Abdullah, robi Allahut, edhe Abdurrahman, robi i Rahman i Allahut azza wa jall. Këta janë emrat më të dashur të Allahu azza wa jall, për shkak se të bajnë ty të vogël, rob para Allahut azza wa jall. Ama emrat që të bajnë ty mbreti mbretëve, pushtetari i krejt pushteteve, pasuniki i krejt pasurive, këto emra nuk janë që të ngritin dunja, përkundrazi të zvoglojnë këtë dunja dhe kime kanë më i zvoglumi ditën e gjykimit.